Në këtë edicion do të ndihni. Njëzet nëntori, dita e televizionit. I është dhënë lam të mira fundit sot intelektualit dhe veteranit të arsimit, profesor Xhevat Koshi. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Televizioni ka një ndikim të jashtëzakonshëm për formësimin e opinionit publik, duke luajtur një rol kyç në shpërndarjen e informacionit dhe kulturës. Përmes tij njerëzit mund të lidhen me ngjarjet globale, të kuptojnë më mirë problemet sociale, politike dhe ekonomike dhe të ndihen pjesë e një bote më të madhe. Data 21 nëntor i kushtohet pikërisht televizionit dhe rëndësisë së tij. Sot shënohet dita botërore e televizionit. Kjo ditë simbolizon komunikim dhe globalizimin në botën bashkëkohore. Dita e televizionit është shpallur nga Kombet e Bashkuara në vitin 1996 dhe i ka bërë bashkë për herë të parë institucionet kryesore të industrisë mediale. E në kuadër të kësaj dite, Syri Vision edhe njëherë e rikonfirmon se çdo ditë ndes kamerat dhe hap mikrofonet për t'u afruar me njerëzit, e për t'u treguar historitë e tyre dhe për të qenë pranë çdo emocioni që prek komunitetin ton. Kjo pasi televizioni Syri nuk është vetëm një medium informimi, por një dritare për shikuesit dhe një zë që i shoqëron në momente të ndryshme të gjitha grupmoshat, duke zgjedhur që gjithmonë të jetë pranë njerëzve në rrugët ku ndodhin ngjarjet, në institucionet ku merren vendimet, në familjet që ndajnë historitë e tyre dhe fal punës besueshmëria e shikuesve po rritet nga dita në ditë. Duke pasur mision që gradualisht të bëhemi histori dhe bashkë me shikuesit të bëhemi urë lidhëse e zgjidhjes së shumë problemeve komunitare, televizioni Syri zotohet të jetë pranë secilit qytetar të Gjakovës duke sjellë gjithmonë të vërtetën. Njëkohësisht me punën tonë të përditshme shpreh mirënjohje të thellë për besueshmërinë dhe respektin që gëzojmë çdo ditë. I është dhënë lam të mira fundit sot intelektualit dhe veteranit të arsimit profesor Xhevat Koshi, i cili ndëroi jetë dje. Para ceremonisë mortore mbajtën edhe homazh nderimi të pranishmit e vlerësuan profesorin tashmë të ndjer, si një njeri që dha shumë qytetit në arsimin e shumbrezave. Ka ndëruar jetë në moshën 94 vjeçare veterani i arsimit Xhevat Koshi, antar i kryesisë dhe një nga themeluesit e shoqatës së intelektualëve Jakova. Xhevat Koshi njihej si një prej figurave më të respektuara të arsimit në Gjakovë, duke ja kushtuar mbi gjysmë shekulli të jetës së tij misionit të edukimit dhe të formimit të brezave të rinj. Gjatë karrierës së tij ai ka shërbyer si mësimdhënës në disa shkolla të komunës së Gjakovës, ku është vlerësuar për përkushtimin, disiplinën dhe humanizmin që u ka transmetuar nxënësve. Si një nga themeluesit e shoqatës së intelektualëve Jakova, Koshi ka dhënë kontribute edhe në jetën kulturore e shoqërore të qytetit. Ai ka qenë pjesë aktive e nismave dhe projekteve që kanë synuar ruajtjen e vlerave arsimore, kulturore dhe historike të Gjakovës. Në varrezat e qytetit u bën homazhe pranë arkivolit dhe u mbajt mbledhje komemorative dhe ku tha se ndarja nga jeta e tij përbën një humbje të madhe për komunitetin arsimor dhe intelektual, ndërsa kujtimi për veprën dhe kontributin e tij do të mbetet i paharruar. Trupi i pajet i intelektualit Xhevat Koshi u përcoll për në banesën e fundit në varrezat e qytetit të Gjakovës, ku dhe do të prehet përgjithmonë. Një grup profesionistësh nga shëndetësia kanë filluar prej mbrëm takimet me pensionistët, me qëllim që moshës së tretë ju ofrohen sa më shumë konsulta dhe informacione mbi shëndetin e tyre. Ligjëratat e para për temë diskutimi kishte sëmundjen e diabetit, kujdesin dhe mënyrën të jetuarit në jetë të shëndetshme. Në klubin Adrian Gjakova është mbajtur një takim informues që i kushtohej sëmundjes së diabetit. Organizatorët thanë se qëllimi kryesor ishte që personat me diabet dhe qytetarët e interesuar të marrin informacione të sakta rreth kësaj sëmundjeje dhe rëndësisë së diagnostifikimit të hershëm përmes vizitave te mjeku. Unë si iniciatore e kësaj teme, e kësaj iniciative e kam marrë hapin e parë, kam organizuar me folë për sëmundjen e sheqerit, diabetit, për komplikimet, për ato, që mënyrë sa ma të kafshme për popullatën të shpjegojmë që ti vetë disojmë pak për sëmundjen, qoftë për vete, qoftë për anëtarët e familjes, që sëmundjet të zbulohen sa më përpara e mos kemi komplikime.
Shkelzen Kurtaj, specialisti i shëndetit publik, u shpreh se takimet të tilla janë me rëndësi të madhe për ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe parandalimin e komplikimeve. Moto për këtë vit të konë diabetin e të gjitha fazat e jetës. Do të thotë, diabetin mund ta kemë në gjitha fazat e jetës. Kur e kemë një herë ose se thotë doktoresha, diabetit tip 1 të moshat e reja, por edhe diabetit tip 2 të moshat tona kështu, nëse e korrigjojmë, nuk kemi nevojë me na shfaq këto komplikime si përmendi doktoresha neuropatia, e shumë ndryshime në sy e në këto, po dhe me thonë është një smundje menaxhueshme, është në dorën tonë, faktorët i kemi në dorë si aktivitetin, si mbipeshën, si mënyrën e ushqimit, këtë janë faktorët tonë. Amir Nagovci u tha që si klubi Arjan Gjakova tha se ky takim ishte i mirëseardhur dhe pjesë e iniciativave të klubit për të kontribuar në edukimin shëndetësor të komunitetit. Na si klub Rotary Gjakova kena marrë përsipër që çdo muaj të marrim këshilla informuese, takime të ndryshme. Sot e kena pas me doktoreshën Shukrane, takimin për diabetin. Edhe muaj tjerë do të informojmë përmes të vësyrit, faleminderit edhe juve që në keni gjetë pranë, se pa ju edhe nuk kishim mujt më arrit edhe deri te kjo. Pjesëmarrës me tregu të vërtetën, na fascinuan edhe na u ndihmë vlerësuan në aspektin që patëm hujmi tregu atë çka na bojë. Nga klubi Arjan Gjakova bën të ditur se aktivitetet të tilla do të vazhdojnë dhe në të ardhmen me tema të tjera që lidhen me shëndetin publik dhe mirëqenien e qytetarëve. Banorët e rrugës Latifjaka kanë shprehur shqetësimin e tyre për infrastrukturën e rrugës. Muharrem Kumnova thotë se fillimisht në këtë zonë janë bërë disa punime në rregullimin e gypave, por pastaj përfundimi të punimeve gjendja nuk është sanuar dhe rruga ka mbetur e dëmtuar. Në rrugën Latifjaka në Gjakov, gjendja rrugës paraqitet e rënduar. Banorët thonë se problemi ka nisur pas disa intervenime në tokë, ndërsa pas punimeve rruga është lënë e dëmtuar dhe nuk është riparuar më. Jo. Arsyeja është se këtu janë dy par gypa. Një gyp plastike që kemi pru të ri dhe një gyp i vjetër. Çaj gyp i vjetër ashtu vjet për vjet shpërthen. Ne kemi thonë që ndërpreje këtë gypin këtë rrugës, se kërkur s'mërruj, ata apet e lojnë dhe vjet për vjet e bojnë që të marri. Tashti ne as mujë me dorë me kërë, asë në ku. Pishevni që shallo që dje, s'kemi mujë me dorë, kemi vesh qizmet. Se kur mu shkajt, kjo piktu i te atje kur mu shtoq. Kumnova tregon se gjatë rreshjeve situata përkeqësohet dukshëm, duke e bërë të domosdoshëm intervenimin e institucioneve përgjegjëse. Për çdo vjet që kjo e keni qëtësot, duhet më shku më në kuna, herë të Rëdaniq, herë të kujtore i mikon, e vinë e nëqin, po kjo apet përsëritës është gypi vjetër. E këto kërkosh të këmë në gypi vjetër, këtërnë është gypi ribi plastikës është këto, e pëse këtë e bojnë kësë të atë nuk e di. Me nëjës me bo qësh duhet, qësh o konë për më mujtë më nkalu se asë, tashti më konë për dhe një dy qësh tashti, me kërësu në darin këto. Ose në advinë vetë, apë të këshina më mujnë me darë me kërra jo. Si pas ti, e njëjta situatë është përsëritur edhe viteve të kaluara, sa herë që janë kryer intervenime në këtë zonë duke e lënë rrugën në gjendje të keqe. Një aktivitet jashtë kurikular është mbajtur sot në shkollën Mazlum Këpuska. Një grup nxënësish u bën pjesë e aktivitetit Sfida e Bebrasit, e cila në nivel vendi njihet si nisma që synon ta promovojë informatikën dhe të menduarit kompjuterik ndër nxënës. Në shkollën Mazlum Këpuska është zhvilluar sot aktiviteti jashtë kurikular Sfida e Bebrasit, një nismë që synon të promovojë informatikën dhe të menduarit kompjuterik tek nxënësit. Këtë vit shkolla po merr pjesë për të tretën vit radhazë në këtë sfidë, duke shndruar atë në një traditë të rëndësishme për komunitetin shkollor. Bebras ka për qëllim që të promovojë informatikën dhe të menduarit kompjuterik ndër nxënës. Njëkohësisht që kjo sfidë është krijuar me qëllim të ndihmesës së nxënësve në gjetjen e vlerave dhe të pasioneve dhe dëshirave që ata kanë të përdorin informatikën dhe njëkohësisht të zgjidhin probleme
përmes saj. Ajo theksoi se sfida kryesore e këtij viti ishte mungesa e laptopëve, por fol mbështetjes së prindërve dhe angazhimit të vetë mësimdhënësve u arrit të sigurojë pajisja e nevojshme për çdo nxënës. Nevojtë të ketë laptop, ashtu që të kena më tepër nxënës përfshirë, edhe pse me thonë sinqerisht janë prindërit ata që na kanë mbështetur një farë forme duke na sjell laptop të ndryshëm, por gjithsesi të shkolla i ka ofruar disa prej tyre. Ne si mësimdhënës kena sjell, ashtu që të mbulojmë numrin e nxënësave pjesëmarrës. Ndërkohë, njëri prej nxënësve tha se çdo nxënës duhet ta sfidojë veten duke konsideruar këtë aktivitet si një mundësi të vlefshme për zhvillimin e aftësive të tyre logjike dhe krijuese. Kum vendosur marr pjesë në garën e sfidën e BEBRAS-it. Kjo sfidë, do të thonë, është edhe për zhvillimin e inteligjencës sonë, për kreativitetit e tjerë, dhe mendoj që shumë sfidë është sfiduese dhe duhet çdo njeri ta provojë herë, se është interesant dhe ka detyra shumë logjike. Nëpërmjet kësaj nisme, shkolla Mazlëm Kupuska vazhdon të inkurajojë mendimin kritik dhe kompetenca digjitale duke bërë sfidën e BEBRAS-it një aktivitet të pandashëm të jetës shkollore. Edicioni 61 i mitingut të poezisë është mbajtur sot në Gjakov si një ngjarje më të rëndësishme dhe më shumë tradit në Gjakov. Tema e tribunës këtë edicion ishte letërsia pasqyrimi i kohës moderne, ndërkaq krahas orës letrare u mbajt edhe promovimi i librit, Udhëtimi në kohë të Jusuf Buxhovit. Me organizim të klubit letrar Gjon Nikol Kazazi, sot në Gjakov është mbajtur edicioni i 61 i mitingut të poezisë. Përkundër vështirësive të shumta, veçanërisht financiare me të cilën në vazhdimsi përballen, organizatorët ja dolën që përsëri ta mbajnë këtë ngjarje shumë të rëndësishme kulturore. Takimi filloi me tribunën me temën letërsia, pasqyrimi i kohës moderne. Angel Berisha, antari i klubit letrar, tha se ky miting meriton të cilësohet si aset jo vetëm i Gjakovës. Mitingu i poezisë moshën e ka për të hyrë si aset i veçantë jo vetëm i Gjakovës, por i kulturës shqiptare, nga se është manifestimi më mbijetuari në trojën shqiptare i themeluar. Nuk do të thotë se është i pari, as i fundit, por është më mbijetuari. Kur pa ndërprer edhe në luftë me një shtyme të vogël është mbajt. Ndërkaq, krijuesja Migena Arllati tha se thelbi i këtij organizimi është vetë poezia. Alfa dhe omega e klubit letrar Gjon Nikol Kazazi dhe mitingut të poezisë është vetë poezia, letërsia, arti si vlerë. Ne jemi një zë, mundohemi të jemi sa më kumbues për të kontribuar në artin mbar shqiptar dhe botëror. Sigurisht se me përkrajen e të gjithë njerëzve, cilët janë sot këtu dhe shumë e shumë të tjerëve që për arsye kohe, për arsye gjeografike nuk kanë mundur të jenë. Me mbështetjen e posaçme të profesorëve të Universitetit të Gjakovës, të profesorëve të Gjimnazit Hajdar Dushi, të Jusuf Buxhovit si njëri prej themeltarëve të mitingut, Zotit Kupa e të gjithë të tjerëve, secilin poet nga më i vjetri deri tek ajo valza që është vashëza më e re që do të na pasojë ne në vite dhe në dekadat në vijim. Ndërsa kryetari i klubit letrar Gjon Nikol Kazazi, Muharrem Kurti, foli rreth vështirësive me të cilat po përballen si klub. Kryesia e klubit dhe i Sufi kanë qenë shtysit kryesor që të mos futet ky miting dhe që më kanë shtyr përpara, bukur masiv jam kështu po më shtyr përpara që ta realizojmë edhe mitingun e gjallët e një. Jam mirënjohës të gjithëve që jeni këtu me një përshëndetje të përzemërt. Në vazhdën e punimeve të mitingut të sotëm në agjendë ishte edhe promovimi i veprës Udhëtimi në kohë nga Jusuf Buxhovi. Ky libër për mua është një libër i vetmisë, një libër i të shpërimit, një libër i cili autori cilët në i tërkansh. Çlirimi, liria, rregulli, ligji. Këtu hapet dilema. A paraqet çlirimi liri, apo liria shqerim. Shqerimi dhe liria a janë në funksion jashta rregullt dhe ligjit. Si rëndom, edhe në këtë edicion u bën ndarja të çmimeve të mitingut, nga të cilët çmimi Ali Pudrimja i takoi autorit Eduard Frokaj, çmimi Yll Kadomin ju nda krijuesve Nita Bardhi dhe Hyr Fazlia. Për rallën hajdutet të fatit.
Edicionin e përmbyllim me disa informacione rreth kinemas së qytetit ton, Kino Hyriehana, dhe filmave që do të shfaqen aty. Në kineman e shtetit të Gjakovës Kino Hyriehana, fundjava do të jetë mbushur me magji dhe aventur. Si çdo herë edhe kësaj radhe, në hap me kinemat botërore, në kino vijnë filmat Now You See Me, Now You Don't, Luna Park dhe filmi po ashtu premier Wicked for Good. Premierën e filmit Now You See Me, Now You Don't mund ta ndeshni duke filluar nga sot ditë e premtë në ora 18, ndërkaq në ora 20 për ju vjen premiera tjetër filmi Luna Park. Të shtunën e datës 22 nëntor, filma mund të ndeshni në ora 13, 15, 17 dhe 20, ndërkaq ditën e diel në ora 13, 15, 18 dhe 20. Për informacione më të detajuara mund të përcjellni llogaritë e kinemas Hyriehana në rrjetet sociale. Në Kino Hyriehana. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. "21 nëntori, dita e televizionit". I është dhënë lam të mira fundit sot intelektualit dhe veteranit të arsimit, profesor Xhevat Koshi. Këtu merr fund ky edicion qendror I lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.